Ulja e ndjeshme e temperaturave gjatë fundjavës që lan pas ka ndikuar negativisht në bujqësi dhe pemtari. Temperaturat i provume nga 29 gradë deri në minus disa gradë. Kjo nuk nikon mirë për zhvillimin e kulturave bujqësore, sidomos për pemtarinë, që në periudhën e lulëzimit temperaturat e ulta bëjnë damin maksimal. Edhe këto temperatura nikun përkeq, sidomos në pemtaror, në qershi, në pemë farore, në pjeshk, në kajsi. Duke qenë se aktualisht është sezoni i qershiave, Brahaj tha se kjo ulje e temperaturave do të zgjas periudhën e pjekjes së tyre. Nikojnë vetëm në hershmërinë. Mund të avonojnë disa ditë më shumë pjekjen e prodhimit. Domethënë bima pëson stres edhe këtë afat kohor të humën e riparon me vështirësi. Këtë aspekt është dëmi vetëm në hershmërinë e prodhimit. Fermerët e serave i kanë të mbrojtura të mbjellat, por shqetësim sipas specialistëve mbetet pjesa tjetër. 48 orë të shkuara u shoqëruan me ulje temperaturash dhe dëbor në zonat e thella malore.